As realizuam hap pas hapi qëndisjen e të gjitha petaleve dhe të qendrës së lules, tani do provojmë teknikën tjetër që quhet rëndom rikoko, e cila do na shërbej për t'i dhënë petaleve dhe qendrës një finesë në qëndisje dhe një dukje pak më dinjitoze. Na duhet vetëm gjilpëra e madhe dhe fija që përdorëm për qëndisje, jo fija ndimse. Edhe fillojmë kështu. Diku afër qendrës, do fillojmë nga petalet. Diku afër qendrës, bëjmë kalimin e gjilpërës nga poshtë lart. E tërheqim. Në këtë rast fija nuk duhet as shumë e madhe, as shumë e gjatë, as shumë e shkurtër. Për distancën që kemi ne për petaljen e lules, na duhen gjithsej 9 ose 10 rrotullime rreth gjilpërës. Dhe fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 themi, hajtë ja bëjmë dhe një 10 me hatër. E tërheqim dhe këtu na krijohet një lak nga të dyja fijet. Me këtë lakun kalojmë gjilpërën që ne të mos na humbasi e gjithë puna që ne bëm. Tani, këtu ne kemi mbaruar edhe me rikokon, edhe me shtrirjen përgjatë petales dhe kalojmë tek petali tjetër. Dhe është e njëjta rrugë, e njëjta zgjedhje. Nuk ka nevojë për që ne t'i bëjmë përforcime sepse kemi një pjesës të vogël. Nëse kjo do ishte më e gjatë, atëherë i kishte nevojë për përforcime midis rrafëve. Si kalojmë pa e prerë fijen, e njëjta rrugë, jashtë qendrës së lules, bëjmë të njëjtën gjë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I mbajmë të fiksuara me gishtin tregues, e futim po këtu gjilpërën dhe lakun që na krijohet e mbajmë për mos na ikur. Këtu i japim rregullim me dorë për të qenë të gjitha në të njëjtën distancë dhe në të njëjtën madhësi të shtrënguara. Prap gjilpërën e madhe e nxjerrim paksa brenda rrezës së petales. Dhe kapim lakun që mbajtëm tek gishti tregues. E tërheqim dhe arrim këtë përfundim. Veprojmë me të gjitha derisa të arrim tek qendra. Ndryshe nga petalet, për qendrën do ta nxjerrim gjilpërën afër aty ku e kishim në fillim. Kapja është po e njëjtë. Dhe kështu përfitojmë një rreth të vogël brenda rrethit të qendrës. Mirë po, nëse te petalet nuk kishim nevojë për forcim të segmentit me rikoko, këtu kemi nevojë për forcim të segmentit, sepse në rastin tjetër kjo na ngrihet kështu. E bëjmë ose me këtë fije, ose me fijen ndimse. Ka nevojë vetëm për një kapje dhe unë do ta bëj me fijen që kisha. Përfunduam realizimin e një lule me teknikën qepje hap pas hapi, të qëndisjes së kostumit tradicional po themi, dhe
element dhe elementin tjetër punimin rikoko. Mirupafshim në videon e radhës.